Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ullin të trajtojnë këtë problem që prek moshat mbi 40 vjeç, por ja si duhet i konsumoni. Ullint janë një frut i vogël që rritet në pemën e ullirit. Ato i përkasin një grupi të frutave të quajtur drupes ose fruta me bërtham me lidhje me mangon, qershit, pjeshkën dhe bajamet. Ullint janë shumë të pasur me vitaminën E dhe antioksidantë të tjerë të fuqishëm. Studimet tregojnë se ato janë të mira për zemrën dhe mund të mbrojnë kundër osteoporozës dhe radikaleve të lira. Yndyrat e shëndetshme të ullint nxiren për të prodhuar vajin e ullirit, një nga komponentët kryesorë të dietës tepër të shëndetshme mesdhetare. Ullint shijohen gjithashtu në sallata, në sanduiç dhe në pica. Disa ullinj të papjekur janë të gjelbër dhe bëhen të zinj kur piqen. Të tjerët mbeten jeshil dhe kur piqen plotësisht në rajonet e mesdheut. 90% e ullinjve përdoren për të bërë edhe vajin e ullirit. Ullinjt të përmbajnë nga 115 deri në 145 kalori për 100 gram ose rreth 59 kalori për 10 ullinj. Elementët ushqyes për 100 gram të ullinjve të pjekur të konservuar janë 116 kalori, 0,8 gram protein, 6 gram karbohidrat, 0 gram sheqer, 1,6 gram fiber, 10,9 gram yndyrë të ngopur, 2,3 gram, yndyrë të pangopur 7,7 gram. Gjithashtu, ullinjt të përmbajnë 10 deri në 15% yndyrë, 74% të cilës është acid oleik, një lloj acidi kryesor mono i pangopur. Është kryesisht kryesor te vaji i ullirit. Acidi oleik është i lidhur me disa përfitime shëndetësore përfshirë uljen e inflamacioneve dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër, madje të ndihmojë edhe kundër problemit të radikaleve të lira, të cilat e dëmtojnë gjithashtu shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se ullinjt janë të pasur me fiber që ndihmojnë në sistemin tretës. Vitamina E dhe yndyrna të pangopura që parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan me ullinj të zi siguron 17% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrës, që do të thotë se ato rrisin ndjeshëm tretjen tuaj. Ne të gjithë duhet të sigurohemi që ushqimi që ham është më i miri në treg, por gjithçka që duhet të bëjmë me kujdes për vlerat ushqyese që gjenerojmë përfitime. Prandaj, sipas Bright Side, do ju sjellim disa nga vlerat dhe arsyet pse duhet i konsumoni sa më shumë. Ato forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë enët e gjakut. Ullinjt janë antioksidantë që pastrojnë trupin, duke eliminuar çdo materie të dëmshme, rregullojnë nivelin e kolesterolit, që do të thotë se ato mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Por më tepër forcojnë edhe sistemin imunitar dhe përmbajnë lëndë ushqyese që ju ndihmojnë kundër alergjive. Ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullinjt janë të pasur me yndyra të mira të cilat kanë nevojë për trupin tuaj. Këto yndyra trupi nuk i ruan si depozita, prandaj edhe duhet të plotësohen. Ato kontribuojnë shumë në humbjen e peshës në mënyrë të shëndetshme. Janë edhe një delikatese jashtëzakonshme që mund t'i shtoni në ushqimin tuaj të preferuar, ose thjesht i hani ato në mes të ngrënies suaj. Janë jashtëzakonisht të shëndetshme edhe në gjendje të mbrojnë në mënyrë më të mirë të mundshme imunitetin. Trajtojnë dhimbje dhe inflamacionin. Ullinjt dhe vaji i ullirit janë antioksidantë të fuqishëm. Ky ushqim i shijshëm dhe i kripur do ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve, kështu që përdoret shpesh si një ilaç. Ai mbron flokët dhe lëkurën tuaj. Ullinjt dhe vaji i ullirit përmbajnë komponentë që mbrojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Acidet yndyrore të pangopura dhe acidet yndyrore omega 3 gjenden në sasi të madhe në këto acide që ushqejnë, mbrojnë lagështinë e lëkurës dhe flokën tuaj. Të pasur me vitaminën E janë ideale për një lëkurë dhe flok të shëndetshëm. Ullinjt ose vaji i ullirit mund të përdoren edhe si maska për flokët dhe lëkurën tuaj. Ato nxisin sistemin e tretjes. Ullinjt janë të pasur me fiber që ndihmojnë në sistemin tretës, vitaminën E dhe yndyrna të pangopura që parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan ulliri i zi siguron 17% të marrjes rekomanduar ditore të fibrës, që do të thotë se mund të përmirësojnë ndjeshëm edhe sistemin tuaj tretës, duke ofruar gjithashtu një zgjidhje mjaft të mirë për organizmin dhe jo vetëm. Ullinjt janë pjesë kryesore e dietës mesdhetare, dhe fatmirësisht në vendin tonë ne kemi fatin t'i prodhojmë ato me shumicë.
Përveç shijes së tyre dëshishme, ullinjt përfshin edhe një sër përfitimesh. Dietologu i klinikës Cleveland, Devon Peart, zbulon se sa të shëndetshme janë ullinjt, si dhe arsyet kryesore pse duhet i bëni pjesë integrale të dietës suaj. Ullinjt janë një burim i vlefshëm i ushqyerjes, edhe pse ato përmbohen kryesisht nga yndyra, këto janë yndyra të pangopura, të njohura për përfitimet e tyre shëndetësore. Përveç kësaj, ullinjt janë të pasur me lëndë ushqyese të vlefshme si antioksidant, vitaminën E, të njohura për aftësinë e tyre për të mbrojtur qelizat nga dëmtimi. Prandaj, nëse konsumoni rregullisht ullinj, do të përfitoni gjithashtu shtatfishin e tyre. Ato mbrojnë në shëndetin e zemrës. Shumica e rekomandojnë ushqimin, rekomandojnë vajin e ullirit si dhe për gatim. Vaji i ullirit përmban acid oleik i cili rrit kolesterolin e mirë, ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe mbron edhe shëndetin kardiovaskular. Janë të pasur me yndyra të shëndetshme. Kur bëhet fjala për shëndetin e zemrës, lloji i yndyrnave që hani është më i rëndësishëm se sa sasia, prandaj preferoni ullinjt të cilët janë të pasur me yndyra të shëndetshme. Disa vite më parë kishte një tendencë ndrejt dietave me pak yndyrë. Megjithatë u zbulua se rregulli, njerëzit që konsumojnë marrjen e yndyrnave në mënyrë të përgjegjshme rrisin konsumin e sheqerit duke kontribuar më shumë në rritjen e obezitetit, shpjegon Dr. Peart. Janë të pasur me fibër. Ullinjt janë një burim i mirë i lëndëve ushqyese dhe veçanërisht fibrave të vlefshme bimore, të cilat kanë efekte të shumta të dobishme për organizmin. Për shembull, një gjysmë filxhani ullinj përmban 1.5 gram fibër sipas ekspertëve, ndër të tjera fibra ndihmon në tretjen e qetë, redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe kontribon në ndjesinë e ngopjes. Përmban vitaminën E dhe antioksidant. Vitamina E është një antioksidant i fuqishëm që mbron qelizat nga dëmtimet dhe rrit rrezikun e sëmundjeve të tilla si problemet e Parkinsonit. Në të njëjtën kohë zvogëlon inflamacionin dhe parandalon arteriosklerozën. Marrja e suplementeve të vitaminës E megjithatë mund të shkaktojë efekte anësore serioze, cikton Dr. Peart. Prandaj është më mirë të merrni të gjithë sasinë e nevojshme përmes burimeve natyrore si ullinj. Sigurojnë ngopje. Falëpërmbajtjes së lartë të yndyrnave, ullinjt përbëjnë një recetë të kënaqshme. Kjo për shkak se yndyra që merret në të mund t'ju ndihmojë të ndjeni më të ngopur për më gjatë. Ullinjt janë një racion ideal pasi kombinojnë ruajtjen e shëndetit të mirë dhe ndjesinë e ngopjes. Ato ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Njerëzit që hanë dieta të pasur me yndyrë të pangopur, si ato që gjenden te ullinjt, kanë nën kontroll më të mirë sheqerin në gjak, citon Dr. Peart. Një studim krahasoi efektet e acidit oleik kundrejt palmitik në yndyrat e ngopura që gjenden në vajin dhe gjalpin e palmës. Palmititi ishte i lidhur me rezistencën e insulinës, e cila lidhet me nivelet e larta të sheqerit në gjak duke rritur rrezikun e zhvillimit të problemeve të diabetit. Kanë efekte antiinflamatore. Ullinjt përmbajnë fitonutrient duke përfshirë antioksidues. Ullëntime shkencore të disponueshme tregojnë se këta antioksidant reduktojnë inflamacionin, i cili mund të dëmtojë qelizat e shëndetshme, duke çuar në probleme të rënda. Ullinjt janë një zgjidhje e shëndetshme për sa kohë që konsumohen pa u kufizuar. 10 ullinj kanë rreth 50 kalori. Sigurohuni që të konsumoni një grusht në ditë. Kjo shumë do ju jap të gjitha përfitimet e nevojshme, citon Dr. Peart, dhe mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Një studim i fundit tregoi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për të pasur kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë në uljen e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Ato largojnë gjithashtu edhe dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjes. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.